Le të flasim për 3 parimet e vetme të paras që duhet të dish patjetër nëse do të bëhesh i pasur dhe të mbetesh i pasur. Sepse loja nuk është të bëhesh i pasur, por të qëndrosh i pasur. Ka shumë parime rreth paras. Kur shikoj ditarin tim personal, shoh të gjitha gabimet që kam bërë. Pafund. Dhe janë afërsisht mbi 1000 gabime. Por kam zgjedhur 3 që besoj se janë të fortat dhe pikërisht këto do t'i ndaj me ty sot. Parimi i parë i paras, mjeshtrimi i trekëndshit të pasurisë. Parimi numër 1 është ajo që unë i quaj mjeshtrimi i trekëndshit të pasurisë. Për antarët e Business Academy, këtë koncept e kam përsëritur pafund. Po për ty kjo mund të jetë diçka krejtësisht e re. Është shumë i thjeshtë, por jashtëzakonisht i thellë. Ky parim nuk është teori, nuk është filozofi, nuk do ta gjesh nëpër libra. Është thelbi i 15 viteve eksperiencë reale në financa, në biznes, në terren, në praktik, në betejë reale. Ky model të jep kush, çfarë, pse dhe kur në lidhje me para. Tani, trekëndshi i pasurisë ka 3 pjesë kryesore. Pjesa parë kryesore është high income skill, okay? High income skill. Aftësitë që prodhojnë të ardhura të larta. Pjesa parë quhet aftësia me të ardhura të larta. Si e përkufizoj unë një aftësi me të ardhura të larta? Po shiko, është një aftësi që ka potencialin të gjenerojë 100.000 euro në vit, ose rreth 10.000 euro në muaj. Pra, ka potencial real për të prodhuar mbi 100.000 euro në vit. Në këtë fazë, ti po shkëmben kohën për para. Po e shkëmben për para të mëdha. Jam dakord që duam të shkëputemi nga kjo të shkëmbesh kohën me para, por në këtë nivel ti e shkëmben kohën me para shumë të mëdha. Ti e përdor aftësinë, eksperiencën, talentin tënd për të krijuar vlerë në treg. Dhe tregu të paguan për këtë. Pra, po shet kohën tënde për një vlerë të lartë. Okej? Shembull, copywriting. Copywriting në nivel të lartë. Konsulent biznesi, menaxhim i rrjeteve sociale. Kam një mik që është konsulent financiar dhe fiton mbi 100.000 euro në vit. Mbi 100.000 euro në vit vetëm me konsulencat financiare. Edhe kjo është një aftësi me të ardhura të larta. Çfarëdo aftësi që po mendon tani, nëse ka potencialin të prodhoj këto shifra, hyn tek kjo kategori. Okej? Pse është e rëndësishme kjo? Sepse aftësitë me të ardhura të larta ty të japin të ardhura, të japin komoditet, të japin stabilitet. Ajo është baza për trekëndshin e pasurisë. Okej? Pjesa e dytë është scalable business apo biznes i shkallëzueshëm. Pjesa e dytë quhet biznes i shkallëzueshëm. Çfarë do thotë kjo? Një biznes që mund të rritet pa shumë infrastrukturë, pa shumë staf, pa shumë shpenzime fikse. Ai është diçka që ti me të njëjtat burime mund ta bësh scale. A është restoranti një scalable business? No. Biznes nuk është i shkallëzueshëm. Pse? Sepse sa herë që ti do hapësh një restoran, të duhet qera re, investimi madh, rinovime, staf i ri. Ndoshta është biznesi online, ndoshta e-commerce, por duhet të jetë diçka që rritet pa rritur proporcionalisht kostot. Pse është i rëndësishëm biznesi i shkallëzueshëm? Sepse aftësitë me të ardhurat e larta të japin të ardhura. Biznesi i shkallëzueshëm të jep cash flow. Kjo është arsyeja pse ky është hapi i dytë. E treta është investimi me kthim të lartë, high return investment. Pjesa e tretë është investime me kthim të lartë. Si e përkufizojnë të një investim që gjeneron minimumi 10% kthim vjetor, vit pas viti, jo vetëm një herë, por çdo vit, jo këtë vit, por çdo vit. Këto investime nuk janë për të ardhura mujore, janë për të ndërtuar networthin tënd. Pse trekëndshi është kaq i fuqishëm? Pse ky model është kaq i rëndësishëm? Ja pse. Aftësitë me të ardhurat të larta ti bën parat, prodhon para. Biznesi i shkallëzueshëm, sistemet, njerëzit
i bëjnë parat për ty. Treta, investime këtim të lartë, paraja bën para për ty. 3 mekanizma krejtësisht të ndryshëm. Gabimi më i madh që bëjnë njerëzit, shumë njerëz mbyesin çfarë biznesi duhet hap, ku duhet të investoj. Ky model i përgjigjet të gjitha këtyre pyetjeve. Nëse je në fillim dhe pyet çfarë biznesi duhet hap, përgjigjja ime është shumë e thjeshtë. Mos hap asnjë biznes. Mos hap biznes pa aftësi, pa experience, pa njohuri reale mbi biznesin. Hapi parë është gjithmonë zhvillo aftësi me të ardhurat të larta, pra high income skill. Bëje 10.000 euro në muaj. Së pari ti shkëmben kohën për para. Nuk ka asgjë të keqe në këtë. Kujdes, çfarë thash? Shkëmbim kohën për big money. Sepse kjo na jep stabilitet. Problemi është se shumica e sipërmarrësve nuk kanë aftësi me të ardhurat të larta. Ata thjesht hidhen me kokë në diçka që mendojnë se është biznes i shkallëzueshëm dhe fusin të gjitha kursimet e jetës së tyre. Këtë e shikoj shpesh në rrethin e tregtarëve. Tregtarët. Unë nuk di asgjë për biznesin, më erdhi kjo ide fantastike. Kam hipotekuar shtëpinë, kam futur gjithçka që kam marrë borxh nga familja, edhe nga miqt, dhe tani kam një restorant luksos që nuk shkel njeri. Eri, ku gjej një investitor? Ku gjej disa investime? Çfarë ndodh në biznes? Është e njëjta gjë që ka ndodhur edhe në karrierën time gjatë këtyre viteve. A ka ulje ngritje biznesi? Patjetër që ka. Cash flow ndryshon apo jo? Disa vite janë shumë të mira, disa jo dhe aq. Por shumë herët, që në fillim të 30-ave të mia, unë e kuptova këtë gjë. Kam bërë investime, biznese të reja pa lidhje fare, biznese idiote. Totalisht idiote. Kam bërë rreth 13 biznese që unë i thoja profit center. Bullshit. Vetëm sa më hanin kohën, dignin energjitë, lek totalisht të humbura, totalisht të djegura. Mendoja se dija internet marketing, por realiteti më mësoi komplet ndryshe. I humba të gjitha. Dhe ja çfarë ishte ndryshe? Aftësia ime me të ardhurat të larta ishin shumë të qëndrueshme çdo vit. Ato ishin baza.